Atëherë po vazhdoj me seancën atu këmbetëm. Ju los që të nxjini venat. Kemi mbetë pika e 4 që është propozim vendim paraprak për dhënje në shpërtëzim të parcelat komunale në ZK Shtime, do të thotë zona kadastrale në Shtime. Në Komitetin për Politikë dhe Financa kemi diskutu këtë temë, falni drejtori ka dhënë gjitha sqarimet dhe jemi pajtu që kjo pikë e randit ditës të kaloj edhe sot me vot unanime në komitet. Fillimisht japim fjalën drejtorit Emini e pastaj japim diskutimin për ju kolegë asamblesë. Urna drejtor, veç ju kisha lutur që ta keni vëmendjen. Përshëndetje kryesues, përshëndetje për gjithë. Kjo pikë është diskutuar në Komitet për Politikë e Financa, bazuar në ligjin për veçërisën lokale, ligjin për dhënien e shfrytëzim të pronave, rregulloren për dhënien e shfrytëzim të pronave, bazuar edhe në listën e pronave të cila listë publikohet çdo vit në vefashën e komunës. Kemi propozuar dy prona si propozim paraprak, kur dihet që procedura për dhënien e shfrytëzim kuvendi komunës duhet paraprakisht me marrë një miratim pe i kuvendit komunës si propozim paraprak për parcela, e pastaj me viju me procedurat e rregulla të dhënies shfrytëzim, ku vazhdohet me komisionin në seancën tjetër, e mas komisionit shqyrtimin komision, e pastaj me orën kuvend për me marrë miratimin përfundimtar, nëse kalojnë ose nuk kalojnë këto pika, ose nëse ka një kërkesë zyrtare prej diskutimeve që janë bë në komunë. Kështu që nuk është kjo era parë që e kemi këtë vendim, ka kërkesa, ka diskutime jo zyrtare për këto parcela, është fjala për solare në listën e pronave që janë të publikume, janë një mori veprimtarisht të cilat lejohen në këto zona katastrale. Mirë po ma e rëndësishme edhe kërkesa më shumë që kemi në këto zona është çështja e energjisë të ripërtërshme, përkatësisht solareve. Kështu që kërkoj prej anëtarëve të kuvendit, ka lënë kjo t'i hapet rrugë bizneseve ndryshme, qoftë shtimes, qoftë jashtë shtimes, që të aplikojnë këto parcela që edhe shtimet të ketë një park solar më të madh ashtu në rajon. Faleminderit shumë, pres miratimin. Faleminderit drejtor, zotëri Ramunsa ka kërku fjalën. Kryesues, faleminderit. Unë fillimisht pa bisedu këtë propozim drejtorit, duhet më ju drejtu qytetarëve me një fjalim të shkurt. Qytetarë nderuar, të fjalimi paraprak i kryetarit komunës, mënyra e shtrëmbimit gojës, mënyra e shtrëmbimit fytyrës, mënyra e rrotullimit syve para juve, para kamerave, mu mba me kuptu që kryetari ka probleme. Mu mba me kuptu që kryetari ka probleme mendore, kështu që ju kësha sugjeru kryesues juve edhe lëvizjes vetëndosja në këtë gjendje mos ta leni del në publik. Dëgja, kryetari ma heret na ofendoj gjithve, jo veç mu, duke na quajtur se po ulëroni. Ne e dim kush ulëron. Kështu që mënyra e paraqitjes ti të bën që qytetarët e komunës mund ndihet fyn. Unë me kaq du me përmbyll debatin dhe nuk du me bë debat personal me të, vetëm kuptoni që kryetari në çdo mbledhje nuk ka qenë, sipas mendimin tim, vetvetja dhe ka pas probleme. Këto probleme ne i dim kush i mjekon edhe kush i kuron. Ju e sugjeroj kryetarin që të paraqitet te profesionisti adekuat. Drejtor, te propozimi juaj për dhënien e pronave për biznesit të interesuara për energji të ripërtërshme, energji solare. E kemi thënë në mbledhjet e komitetit, e themi prap, si Parti Demokratike, çdo herë që ndrojmë prapa zhvillimit ekonomik, prapa propozimeve të mira, prapa propozimeve që janë të mirë në qytetarëve. Jo vetëm këtu parcela që i ke prunë, po nëse ka të interesuar, edhe kuvendi komunal ka pruna të tilla, ne jem pro që t'i votojmë edhe t'ju hapëm bizneseve hapësirë për punë dhe veprim. Faleminderit.
Faleminderit zotëri Ramusa, orna zotëri Emini. Faleminderit kryesues. Unë uroj që në këto parcela që drejtoria I ka parapat ketë në të ardhmen investime në solar, janë investime që realisht janë të mira dhe janë domosdoshme për gjendjen aktuale në cilën jemi. Kështu që na dhe në komitet jemi qenë për, edhe ta si grup parlamentar jemi që të vazhdohet tutje, të hapet rrugë që këto parcela nesër të është e mundshme me ju dhonë atyre që kanë veç interes me bënë investim tillë. Faleminderit. Faleminderit zotëri Emini, në emër të grupit zotëri Seferi. Faleminderit kryesues, faleminderit të drejtorit për sqarimet në lidhje me dhënien e shfrytëzimit të këtyre parcelave. Realisht, ashtu siç edhe potencuan shumë parafors këtu, edhe ne si grup parlamentar jemi pro këtij propozimi, marr parasysh edhe rëndësinë e dhënies në shfrytëzim të këtyre parcelave, të cilat edhe unë besoj të gjithë grupi parlamentar I lëvizve ndosje, urojmë që të jetë vërtet ashtu siç edhe është kërkuar, megjithatë nuk ka fare dyshim për çka vetëm punë të mbarë dhe suksese. Jemi pro këtij propozimi. Faleminderit. Faleminderit, Lumne Amrushi. Përshëndetje për juve kryesues, për juve drejtar. Pak ma shkurt e ma qartë nëse mund është drejtar me na specifiku, se o përmend edhe prej parafulësit ka drizë për solar, gjithashtu na ka informuar edhe në komitet që për këtë qëllim jemi duke e shpall këto dy prona. Nëse kishim mujt ma qartë edhe ma mirë edhe me specifiku edhe këtë, na a jemi të marrë tash vendimin vetëm e marrë hapin që me dhonë dritën jeshile që këto prona me u shfrytëzu në tarmen, apo dhe jemi duke e caktu destinimin qyshtane. Apo destinimi caktuat me harta zonale, apo vjen edhe një vendim tjetër prapë në kuvend, a dhe këtë procedurën e caktimit, a dhe më kota është kjarë, se për momentin nuk jemi të edhon për solar, për momentin jemi të edhon për shfrytëzim, nuk jemi të caktu këtë propozim vendim. Faleminderit, drejtor apo e përgjigjet apo I pret ndoshta ka ndonjë pyetje. Zotëri, na zotëri. Kjo më shumë I dedikohet qytetarëve të Shtimës, të nderuar qytetarë të komunës së Shtimës. Veç një moment ta gjej datën. Me 13/9/2023 në komunën e Shtimës nga Wind Solar Kosovo LLC, BLM Wind Solar, është bani kërkesë për një park solar, e që është skandali më I madh që ekziston në komunën e Shtimës ndonjëherë. Kjo kompani është refuzu, e cila ka pas qëllimin me investu 300 milion, po e përsëris, 300 milion euro ka pas me investu në Shtime. Edhe pas kacafytjeve e zvarritjeve që kanë bën komunën e Shtimës në zyrën e tij, kryetari I komunës dhe përfaqësuesi xhaman I kësaj firme, në prezencën e disa drejtarëve këtu, biznesi ose personi I cili ka përfaqësuar këtë biznes është detyruar me u largu, duke ja tregu gishtin e mesëm kryetarit të komunës. Qytetarët e Shtimës janë në pyetje 300 milion euro, një projekt gjigant I cili ky dokument ekziston në protokollin e komunës I regjistruar I dorëzuar në mënyrë zyrtare I cili ka marrë përgjigje negative nga kryetari I komunës. Sot pas një kohë gjatë, domethënë pas disa vitesh, vjen një kërkesë me bën shpallje për domethënë pas ka caktuar destinacioni për park solar. Qysh është e mundshme me caktuar destinacioni si park solar që ka ndërtuar aty dhe ku po dim na që ka bën park solar kur është shpallet zonë me interes, mandej mbi bazën e kërkesave edhe paraqitje bëhet. Pra për mua është një skandal se mi hum 300 milion euro, sot pas 2-3 vite me orë me shpall, kur është dashur të më bëj kjo punë ka xhamati, për mua është se di çfarë qeverisi. Prandaj të nderuar anëtar të kuvendit ju gjithë më herët që thoshë jo qeveria më e mirë, ju lutem tregoni çysh refuzohet një biznes në vlerë prej 300 milion eurove. Një biznesmen shumë serioz, një biznesmen I cili me plan konkret, të detajuar, me vite, me të gjitha detajet, është I përshkruar edhe është largu nga Shtimja. Domethënë Shtimja ka të keni ju ton ditën
jo 5 milion, jo 2 milion, jo 8 milion, jo në është e ja keni silë shtimes një 10 milion euro. Po ja keni humë 300 milion euro. 300 milion euro për përsëris. Kjo vlen për qytetarët të shtimes me ndëgjuar me po se çfarë qeverisje të përgjithshme komunale ekziston. E dyta, po na ndodh neve si anëtarë të kuvendit shpesh mu ofendu nga kryetari i komunës. Kjo është e nivelit të ulët. Për më shumë ndu me citu një koleg timin i cili thëtë, një njeri që ofendon, denigron, kërcënon, e është kryetari i komunës vetë, e çka më e keqja i nërsen tjertë, kjo do të më menu mirë, a me shku masa jo. Pasojat e gjuhës e ti janë fatale. Me ofendu opozitën për shkak se kanë mendim ndryshe. Me ofendu një njeri i cili ka marrë 800 vota në emër të qytetarëve shtimës i cili përfaqëson nështë edhe 1000 njerëz, nështë edhe më shumë njerëz në kuvend, është katastrofale. Prej kuj, prej një personi i zildhege intelektual, një person i cili shtrembron gjuhën, cëllën e flasin bashkë qytetarët e tij. A flasin në mënyrën e Drenicës, a flasin në mënyrën e Pjetërshticës, apo cili do qytet, apo fshat, është ofendim i rënd. Kështu që kërkojnë nga te kryesues, s'pari ju fillimisht me reagu, edhe mos me leju kësi ofendime, se kërkur s'ka tu ofendu, na po i paraqesim argumentet tona si opozit, edhe kjo është e patolerueshme. Nëse herave tjera ndodh, ne do t'i analizojmë mirë veprimet tona se si do të veprojmë. Faleminderit, ju kisha lutur që t'i përmbani randit ditës. Zotëri Trigoshi. Faleminderit kryesues, faleminderit drejtor për një sqarim të cilën na dhe gjatë kësaj pike së randit ditës. Drejtor, na jemi për të përshëndetur çdo investor të cilën vjen dhe investon në komunë të Shtimës, por mbi gjitha dhe nivel të Kosovës, pse ju? Mund të themi këtu i kemi, është në pyetja fjala për 2 parcela. Njëra parcela është në klasës e 4 dhe njëra është klasës e 3. Qyshini me proceset ligjore se duke po vetë faktin të cilën e kemi një provoj, klasës 3 nga ka kthy Ministria, të cilën nuk jemi orientu mirë me procese ligjore, nuk e kemi kërku nga Ministria për kose të cilën e liron, apo nuk na liron mundësin për destinimin e tokës, por tani jemi detyruar ta kthejmë pikën 0 atë vendimin të cilën po pikërisht këtu si e zotu si jemi në rregull me ligjin. Qysh jemi me procedurat ligjore rreth kësaj parcelës së klasa 3. Katërtën e kam parasysh në bazë të ligjit, se dhe uzimin administrativ na e dim si është një derivat i ligjit, po ndërsa klasën e 3 si është me procedurat ligjore qysh e keni cu. Faleminderit. Faleminderit, dikush tjetër. S'kemi të paraqitur për fond edhe njerë drejtorit që u bën 2 pyetje, pastaj ullim votim. Faleminderit për gjithëve. Mundohem teknikisht me u përgjigj për secilin veç e veç. Se i përket destinimit, nëse shkolla e kom thonë që ka të bëjë me solare, konkretisht është për energji të ripërtreshme. Në listën e pronave që janë të publikume për të lista e pronave komunale, përveç energjisë të ripërtreshme ka dhe veprimtari tjera. Ne si kuvend komunal e kemi obligim me qitë vetëm si vendim para prak. Mi dhonë dritë të gjelbërt nesër pas 1 muaj o 2 muaj kur të formohet komisioni përcakton në rregullat në bazë kërkesa për çfarë veprimtarie biznesore që është e paraqitur në listën e pronave, kena më dhonë në shfrytëzim këtë parcelë. E para, e dyta, sa i përket parafolsi tjetër në lidhje me një investim që po proklamohet 300 milion euro. Më lejoni vetëm teknikisht disa referenca. Unë nuk e kum po atë, as kam qenë pjesë ati takimi, vetë po të thëmë një çështje teknike. Sot në tregun e Kosovës afërsisht janë 1 milion euro për 1 hektar solare. Në këto parallogaritje del që ky investim o desh t'i ketë
minimumi 300 hektar tokë komunale për me dhënë në shfrytëzim. Jo pronë komunale, po komuna Shtimës nuk ka as prona të pylltarisë që janë të përshtatshme për solare, edhe rrethit zonës Shtimës se lërme komunale. Kështu që këtu besoj që është deshtë mu diskutu edhe kompania, edhe serioziteti, edhe këtë këtu. Mos t'i proklamojna 300 milion euro. Se për 300 milion euro, 300 hektar tokë komuna Shtimës nuk i ka. Lista e pronave komunale nga vitit 2021, por dhe para vitit 2021, ka qenë publikuar në foshet komunës. Kush do që ka qenë interesum? Ka pos qasin atë list, ka pos qasin mi bo kërkes edhe ekzekutivit, kur ka kërkesa ju zyrtore ne detyrohemi t'i bim në legislativ edhe t'a morëm këtë vendim para plak. Kështu që s'kam info rreth këtij, nuk e di kur është bëj takim, a ka qenë pjesë në takim as ka qenë, nuk e di, ka i kam marrë këtu informacione, pa kanë rëndësi për mu. Teknikisht, po të mundohem me dhonë që të qarim, se 1 milion euro kushton sot 1 hektar solare të mirëfillta me afat 40 vjeçar. Kjo, tjetra, sa i përket klasës së tokës, aja zonë për cilën po flasëm është zonën ndërtimit. Me plan zhvillimor komunal është zonën ndërtimit. Është pothuajse e njëjë sikur me bani ndërtesë, sikur me qitë solarën, kushte ndërtimore mirë në planë zhvillimit të urbanizmit, edhe vazhdon me procedurat e lejes ndërtimore sikur për një objekt ndërtimor. Kështu që nuk bjen desh me asnjë rregull sa i përket planit të zhvillimor komunal. Faleminderit. Besoj që jam i qartë. Faleminderit drejtor. Atëherë udhim votim. Pikën e 4, propozim vendim para prak për dhënien në shfrytëzim parcelat komunale në zonën katastrale Shtime me rekomandimin e Komitetit për Politikë dhe Financa dhe me sqarimet që i dha drejtori. Kush është për? Nga 21 të pranishëm unanimisht. S'keni votu zotëri? 20 vota janë për. Kundër, s'kemi një abstenim, me 20 vota për dhe një abstenim, kalon kjo pikë e randi ditës, vazhdojnë me pikën e radhës që është e 5-ta, propozim vendim për ndryshimin e vendimit për mbulimin e shpenzimeve të varrimit në PI 01 fraksioni 62 të datës 27/04/2023. Të kemi drejtoreshën e shëndetësisë në Komitetin për Politikë dhe Financa pas gjithë diskutimeve ka kalu unanimisht dhe i rekomandon edhe kuvendit komitetit që të kaloj. Por paraprakisht disa sqarime do t'i jep edhe drejtoresha e shëndetësisë. Urna drejtoresh. Përshëndetje për gjithë. Duke pas parasysh rritjen e kostave për shërbime të varrimit përfshirë transportin, organizimin e varrimeve e shpenzimet e tjera fuqinë punëtore e tjerë, kemi vendosur që të propozojmë rritjen e shumës së subvencioneve nga 250 euro në 300. Andaj kjo pika kaluar në Komitetin për Politikë dhe Financa, presim që të kaloj edhe tash. Faleminderit. Dëshiron dikush, më falë drejtoresh, vetëm shuma sa 300, se së ndëgjova. Do të thotë shuma ka qenë 250 dhe me kërkesë të Këshillit të Bashkisë Islame, që është kërku tjetë 300 për shkak që në rritë shpenzimet, Drejtoria Shëndetësisë dhe Ekzekutivi e ka marrë si të mirëqenë dhe sot e ka sjellë në kuvend që të bëhet shuma 300 euro për një rast vdekje. Ka dikush me diskutu? Urna zotëria Demaj. Faleminderit kryesues për fjalën. Ne si grup e përkrahemi ndryshimin e vendimit për mbulimin e shpenzimeve të varrimit për të gjithë qytetarët që varrosin në territorin e komunës së Shtimës. Ne dim që nga 250 ka qenë tash ky ndryshim, shuma do të jetë 300 euro. Kështu që ne si grup e përkrahemi. Faleminderit. Faleminderit, zotëria Musa, apo të me shtu diçka? Kryesues, faleminderit, vetëm me konfirmu ato që kemi paraqitur dhe mbledhjen e komitetit që jem për mu rrit kjo shumë, arsye se me shumën 250 euro nuk mbulohen shpenzimet,
Kështu që si grup parlamentare përkrohemi. Faleminderit. Faleminderit, zotëri Seferi. Edhe ne si grup parlamentar i ndërrumi kryesues jemi pro këtij propozimi, ashtu që potencuan dhe kolegët parafalës, kjo shumë është besojni shumë e nevojshme dhe jo tepër e pajtueshme për shkak se dihet mirë që kum pas edhe kum thonë në komitetin për komunitete, meqense edhe aty rekomandimi është orë që të jemi pro të gjithë për këtë propozim. Mirë po, mjaftueshmëria e kësaj rritje nuk mendoj që është perfekte, po megjithatë tu krahasu në atë se çfarë ka qenë, sigurisht është një farë lloj mbulueshmërie më e mirë se sa që është. Megjithatë edhe ne si grup parlamentar jemi pro që të vazhdohet me këtë propozim. Ju falenderoj. Faleminderit. Atëherë ullim votim pikën e 5, propozim vendim për ndryshimin e vendimit për mbulimin e shpenzimeve të varrimit nga shuma 250 që të bëhet 300. Kush është për? Të praneshëm janë të gjithë në sallë dhe me vot unanime kalon kjo pikë randit ditës. Faleminderit shumë kolegë. Vazhdojmë me pikën e 6 që është propozim vendim për ndryshimin e vendimit për subvencionimin me 100 euro në muaj për familjet që strehojnë fëmijë pa përkujdesje prindërore. Sa për informatë në Komitetin për Politikë dhe Financa ka kalu unanimisht dhe i rekomandon kuvendit që të kaloj dhe sot. Edhe këtu do të rritet shuma që do të na flas drejtoresha prapë e shëndetësisë, na informoj e pastaj hapim diskutimin. Orna drejtoresh. Përmes kësaj seance të kuvendit definitivisht i falenderoj 3 familje strehuse në komunën tonë duke pas parasysh kontributin këtyre familjeve në komunitet. Andaj propozojmë që shuma e subvencionimit të këtyre familjeve të kalojë nga 100 në 150. Deri vitin e kaluar kanë qenë 2 familje, tani janë 3 familje strehuse, ku 2 prej tyre kanë nga 2 fëmijë, ndërsa njëra ka vetëm 1 fëmijë për të cilën kujdeset. Normal, këto familje numrat lëvizin për arsye që derisa të adaptohen nga personat të tjerë, mirë po propozojmë edhe pse shuma e tillë nuk i mbulon prap kostet dhe shpenzimet që i kanë këto familje, mirë po propozojmë që në mënyrë simbolike të rrisim subvencionimin nga 100 në 150 euro. Andaj, si që ceko dhe kryesuesi, kjo pika kaluar, presim që të kaloj prap. Faleminderit. Faleminderit drejtoresh, zotëri Gashi fillimisht. Faleminderit kryesues, faleminderit drejtoresh për një sqarim të cilën na jope. Me të vërteta për mi përshëndet të 3 familje të cilët janë janë streje fëmijëve për kujdesin prindërore. Mendoj se qysh në fillim ky kuvend e ka bërë një hap të mirë, dhe e kemi përshëndet dhe e kemi kaluar, të cilën e kemi shtin pikërisht në subvencionim apo në ndihmë në 100 euro. Dhe tash unë e mirëprita këtë rritje, arsye pse duke parasysh edhe kostën e shtrejtimit, por mbi të gjitha me qenë se na nuk i opum në bazë të fëmijëve po mbos familjes, unë kërkoj se mos mbetet me 150 duke parasysh kostet e shtrejtimit të gjitha, po me 200. Në qoftë se përkrojnë të gjitha asamblesë, propozimi im është që me qenë se kemi vetëm 3 familje, të bojmë nga 200 euro në vërtet, arsyeja është se kosta shtrejtimit jemi prezente cilën na ka rritur gjitha dhe nuk e dëmtojmë, mendoj as buxhetin e kësaj drejtories, me qenë se vetëm 3 familje kemi. Kërkoj nga të gjitha asamblesë se në të më përkrojnë këtë aspekt se është për mi përshëndetu familje dhe me vështërsi, e dimi si bëgje vështërsi kopër me mu kujdes rreth këtyre familje. Edhe me qenë se do ju rritet numri është lëviz, kur i ka 4-5.000 është problem me kalu me 150 euro, faleminderit. Kërkoj përkrojnë edhe ty kryesues edhe nga të gjitha asamblesë. Faleminderit. Sa për informacion, ne e keni diskutu të gjitha grupet parlamentare dhe në komitet, por kufizimet buxhetore dhe planifikimet e kam bot vetën. Ne jemi pajtu gjithë në komitet që do t'jetë më e madhe dhe do t'jetë në të ardhmen, po tani të parasysh që po duhet në subvencionin gjitha sferat me prek, kalkulimet kanë ardhur që deri në 150 euro për këtë vit tjetë. Pasi që është shumë mujore, nuk është vjetore, dhe besoj që është një rritje, nuk është aq sa duhet, po është mujore, dhe çdo muj me i marrë 50 euro më tej përse në vitin e kalum nuk është pak.
Urno zonja Beqa. Faleminderit. Ja, pra, kjo është një arsye që shkurt me thonë rashone për njehni këto familje, se kush nuk i ka njoft. E para, e dyta, përmvje shumë gjuna që përshkoni përbani fushat me këto familje, nuk e meritojnë këtë trajtim. E treta, drejtoresh, e përkraj propozimin e Regjës që thot, unë të paktën ja kisha bë pagën minimale këtyne familje, mirë po sido që t'jetë brenda mundësive, brenda subvencioneve, se e di që ka hapësirë subvencione, nëse nuk është planifiku një budget total, në për subvencione e di që keni hapësirë për me i marrë ato mjete, edhe të paktën me ja bë 200 euro shumën. Nuk pas kam fëmi shumë, se unë e di që me një periudhë jam ballafaqu me 7 fëmi, një familje, mirë po tash që pesho me një fëmi dëk, kështu që pësej që është të përballueshme edhe kjo shumë. Andaj edhe kësaj here, unë kërkoj edhe propozoj që shuma për këto familje t'jetë 200 euro për fëmi. Ju faleminderit. Faleminderit, zonja Beqa, zotëria Musa. Kryesues, faleminderit. Fillimisht e falenderoj drejtoreshën për një propozim tillë. Shfrytëzoj rastin t'i falenderoj shumë 3 familje strehuse dhe t'i përgëzoj për punën që e bën. Ashtu siç thej edhe ti kryesues, ne mbledhjen e komitetit jemi pajtu, po unë e shoh këtu peshon një vullnet kuvendarëve që kjo shumë të rritet. Duke njoft drejtoreshën Mimozën që është vojzë e dëshmorit edhe e ka atë humanitetin në shpirt dhe në familje, unë besoj që edhe kjo e ka vullnetin që për shumës 150 euro ne i ba 200. Kështu që unë personalisht e ndryshoj mendimin që kum votu në mbledhjet komitetit 150 euro, këtu tash e përkrohi propozimin e parafulsit që kjo shumë për këtu familje t'jetë 200 euro në muaj. Faleminderit. Faleminderit. Zotëri Mujota. Faleminderit kryesues, faleminderit edhe prej drejtoreshës për këtë propozim vendim për rritjen për 50 euro. Pajtoj plotësisht me propozimin e parafolësve që le të jetë 200 euro, se ka mbulesë të subvencionimi, nuk ka ndonjë farë kriteri që na dëmton tjera subvencione që besoj që për 50 euro edhe pse çdo muaj, po në të jetë pak më e dinjitetshme, një subvencionim më i dinjitetshëm se me 50 euro s'po mduket edhe mua arsyeshme, po në të rritet për 100, në të bëhen 200 euro ky subvencionim dhe pajtoj me këtë propozim edhe unë jam për që të jetë 200 euro. Faleminderit. Zotëri Seferi. Faleminderit kryesues. Paraprakisht po duam të lidh me kolegën, e s'po duam të përmenda më sinqerisht, po unë po duam të tregu kolegës që me këto familje jam i njoftur gjyshmati, për arsye që si fëmijë nuk e maj mend që komon për durve këtyne grave, të cilat kanë qenë këshike të mia personalisht, ku unë jam rrit në atë mahall, në atë lagje, ku i kom njoft gjyshmati për aktivitetin e tyne, dhe është mirë me rikujtu që ky aksion apo kjo ndihmë, sa do pak një ndihmës e vogël është fillu pikërisht nga kjo qeverisje, për cilën tash po kërkohet që të bëhet një rritje e këtij. Unë pajtona plotësisht që kjo rritje të jetë e këtij, besoj që edhe grupi im parlamentar i lëvizjes vetëvendosje e ka një përkrahje të këtij, po jo të jetë 200, po unë kisha propozuar kryesues të jetë 220. Ju faleminderit. Faleminderit zotëri Seferi. Ju los të gjithë me radhë mos ta zotre Emini se nuk jemi në ankant publik këtu kush më shumë po ta gjemi zgjidhjet përbashkë. E para jemi të diskutu për një çështje që është jashtëzakonisht e ndihshme. E para unë përgëzoj drejtoreshën për iniciativën që ka marrë dhe ka prunë kuvend që këtë vlerë me rrit nga 150. Realisht asnjërit për ne vendorëve të kuvendit nuk na ka rënë nërmend që me ngrit kjo çështje pa prutin sot. Megjithatë na duhet të jemi të vetëdijshëm që nuk guxojmë me prek subvencione tjera, duhet të kemi një pasqyrë të saktë se a mundemi me lëviz nga propozimi që ka ardhur konkret për drejtorisë apo jo.
sepse me propozu edhe 500 së është pak, se është kollaj me propozu, që ngrit dorën edhe propozan, po sinqerisht na duhet një elaborim saksisht, a ka mundësi me urrit ma shumë se 150 që ju keni propozu, apo jo paraprakisht e keni shterë këtë mundësi edhe një orë me maksimumin e asoj që lejohet plus 50. Ta kemi të qartë qëta, se ta që bënë 2 propozime, Besniku e rriti plus 70 në këtë rast, Regja plus 50, që është të bëjbjanë, se 150, 220, plus 70 në raport me propozimin e drejtorisë. Kështu që ta kemi një definim të saktë në mënyrë që të votojmë. Faleminderit. Së shkruan kam publik të me vajgare. Për herë të parë, zonja Veliu. Faleminderit kryesues. Me të vërtet pika me të cilën ne tash po diskutojmë është në pikë shumë e rëndësishme dhe duhet kemi kujdes dhe çka të folme, çka po propozojmë edhe çka po them. Këto 2 familje kanë qenë prej fillimit, domethënë prej mas luftës së këndaj, tash të kohën e fundit është bërë një familje tjetër, domethënë numri total ka shkuar në 3 familje. Këto familje është dashur të ndihmohen qysh në fillim kur kanë fillu me strehu fëmijë edhe mi përkra edhe mi u ndihmu. Nuk po du me hedh fajen i keni ndihmu si keni ndihmu. Mjafton që këto familje tash të po ndihmohen pe komunës. Edhe sikur t'ju japën 500 apo 1000 euro, puna e tyre nuk peshon me euro, as nuk peshon me pagë. Puna e tyre është për te gjitha përmasave që mund t'i ketë. Mirë po, kemi bisedu me gratë dhe është edhe një legjë për skemat sociale, në të cilan skemat sociale përfshihen edhe gratë strehuse në komunën e Shtimës. Dhe uroj që ky ligj të miratohet në Kuvendin e Republikës të Kosovës, edhe këto gra, përveç pagës mujore që do ta gëzojnë, do t'ju llogaritet edhe përvoje punës, puna e tyre 24 vjeçare të cilën e kanë bërë. Ato deri tash gjithçka kanë bërë në baza humane. Kështu që unë kisha propozuar që sot le të shkon, unë jam për 150 euro. Mirë po mrena vitit kalendarik, nëse i pët mundësia ose nëse ka mundësi, pse të mos rritet kjo shumë edhe për 50 apo edhe për 100 euro të tjera. Zotërimu jota për herë dytë. Faleminderit kryesues. Dëgjova gjithë parafolësit edhe për me po abitëm ka njerë kjo pjesë kur me bo gorë, a edha këtë propozim kë, o të arriti edhe unë e pak, kjo nuk është qështje me dollë kush po propozan. Apo bo, a i dha parafurësi edhe 20 euro shtesë, për mëre, po, këtu familje nuk kanë llogarit në këtu pore heq për para, se këtu janë familje vullnetare që i kanë morë me strehu këta fëmi. Po më shteti kur ka mundësi edhe komuna, kur për rritët poga jonë, pse mos më rritë edhe të kjo, s'pequj pogë, subvencionim pequj, se subvencionim në ka ordë këtu. Te subvencionet, nësim të prej kim dëruar para përës subvencionin në kategori tjera. I kim subvencionet të shëndetësia dhe mirëqenia sociale, për subvencionin dedikune për këtë, edhe të ka orë me nen, me legjë, me krejt. O tjetë 200, o 220 cilit do propozim, për në të rritët dignitet, që jo me ka 50 euro. Nëse na po dojna vërtet me ndihmun këtë familje, të arritëm taman vërtet, të bojmë propozimin taman komplet, me ka gjysa mështin, në të bëhet rraf 200, po tjetë edhe 220 s'prish pun heqë. Unë jam për cilin do veprim që e merë, edhe për 200, po edhe për 200. Ma poshtë mëse unë, nëse për pjetë, sot do në ju qesën përë se ko mundësi për mbulesë. Tonë pikat funën për miliona. Këtu kur t'je puna për 50 euro, 100 euro, diqysh, a ka mundësi, a mbulohu, ma zmbulohu. Nuk shkon kjo procedurë, rrenin vetë vete, rrenin propozimet, që shpi epni, laboran e si duhet, edhe unë kisha thonë kryesues, ta hedhë në votim, po hedhë edhe në votim si t'ka u propozimin, nëse i merë votat, le dhjetë që shpi merë votat, për cilin propozim janë, këta janë për 200, a për 220, u dhe në votim propozimin si qka u për drejtorijës, nëse ka lënë, mirë, mos ta zgjasëm këtë tem diskutimit mo. Faleminderit. Zotëria Dema i për herë dytë. Pare në kja. Faleminderit kryesues. E falenderoj drejtorishën për këtë propozim.
i falenderoj këto familje për strehimin e këtyre fëmijëve. Unë mendoj se shuma prej 150 euro është një shumë simbolike. Kisha kërku prej drejtoreshës, a ka mundësi të rritet kjo shumë, a kemë buxhet, kështu që vendimi të gjithëve me shumicë, nëse merr, edhe unë jam për shembull për më ngri, nëse ka mundësi ose ka buxhet. Thash se janë këto familje meritojnë edhe më tepër që bojnë strehimin e këtyre fëmijëve. Faleminderit. Zotri Goshi. Faleminderit Kryesus. Më të vërtet, unë e nina keq për këtyre familje dhe publikisht ju kërkoj folje. Nuk po ta të bëj bajaktarizëm, nuk po ta të bëj populizëm këto t'ja rritin, po duke i po parasysh kostën e çmimeve të cilët janë rritur, edhe lëvizjen e anëtarëve të fëmijëve të cilët sa herë rritet numri me 1 herë me 4, e poshtin nëse rritet, nëse e ka vetëm me 1, unë nuk tham se mjaftojnë. Po vullneti i solna blit shpërblehet, po nëse kur i rritet me 3-4, është problem ja dol. Edhe për ata e pota këtë propozim që mendova të kategoria subvencionet të drejtoria shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, me qenë se nuk është për fëmijë, po është për familje, nuk e dëmtojnë. Edhe një herë, ju kërkoj folje kësaj familjes, nuk kam populizëm të bon, mendoj se diskutimin dhe propozimin e pota shpirtëror, nuk e pota për bajaktarizëm, dhe arsyeja ime është shumë e thjeshtë, si edhe në qofë se bon 300 një propozus tjetër t'ja jep, unë do t'a përkroj vetëm duke u konsultuar me drejtoreshën, a ka drejtoresha mundësi me prej këtë kategoria ju. Për 50 euro, unë e di si drejtoresha e ka vullnetin dhe mujna me prej duke i po parasysh buxhetin cilën e kemi në vijën buxhetore të drejtoria shëndetësisë dhe mirëqenies sociale. Po nëse ja nismi me bo hajgore, në këtu senes janë katë si pequn të kryesus, unë po pajtoj me ty, them populizmin dhe bajaktarizmit mos ja shkoqni kapni flamurat, po vetëm një flamur nuk i keni ka 2, 3, 4, veç ndonjë ashtizën se me 3-4 flamoj, me 3-4 shtiza ju vrojnë, e bezi nuk ju vrojnë. Faleminderit. Zotri Ramunsa. Kryesus, mendova që në këtë pikë do ta kaloj më lehtë, tu e pas parasysh që për cilat familje po diskutojmë, si grup parlamentar pe përmbylli, është vullneti mi avrit subvencionet këtyre familje. Cilën ta posh titullës me qitë në votim të parën, ose të rejgjës për 200 euro, ose të besniku 220, na si grup parlamentar kemi me votu. Faleminderit. Faleminderit. Besnik Seferi, për herë dytë. Faleminderit Kryesus. Ka njerë kur po diskutojmë për me, edhe unë po pajtuna me përparimin që thotë se nështë se mendova që zgjat edhe stërgjatët kjo diskutim. Me gjitha ato, unë nështë kisha kërku një sharim nga drejtoria e financave nëse me të vërtet propozimi im është në rregull dhe apo drejtorisha shëndetësisë në këtë rast me qenë se është në kodët të drejtorisë së shëndetësisë, që nuk ka ndonjë problematik financiare nëse bëhet edhe 220. Populizëm nuk jem të bë, politikat mira jem të bë, gjithë secili që merr vendim pro këtij propozimi, sigurisht që jem të bëni të mirë për këto familje që nuk është e nevojshme ti përmendim domthonë kaq shumë, është mirë ti përmendim për punën e tyre të palodhshme tash 19 vite që këto gra janë të e bërë. Fakti është që nëse ja bëjmë 501.000, prap nuk kanë me mbulu çat kostet shpenzimeve që këtu sinqerisht japin apo bojnë për ta fëmijë. Megjithatë, unë mendoj që sot 220, vitin tjetër 250 dhe 280, kjo ka me shkuën gjithmonë në shërbim të atyre që marrin mundësi apo janë të gatshme të marrin këto fëmijë në përkujdesje. Meqense kjo do të jetë edhe si një mesazh i më të tjeshëm që nga 2 gra që ka pas shtime tash 19 vite, sot është bërë edhe një grua dhe më shtesë që mirët me këta fëmijë, e pse jo nesër të kemi gra të vullnetit mirë sikurse që janë aktualisht të tria, e që kjo punë po ky aktivitet të zgjerohet ditë ditës dhe më tepër. Ju falenderit shumë. Faleminderit, vetëm a ka mundësi ne e dim se si e kanë fillu këto familje me i pas fëmijët pa përkujdesje prindrore, edhe duni me ditë që ata fëmijë të cilët përkujdesje dikush
marrin nga shteti, familjet, tash marrin edhe një pogë, ky është subvencionim. Kalkulimi është i thjeshtë, është kanë 100 euro për muaj, tash është 150 që në vetë i bie 600 euro më shumë për një familje. Mundësit edhe dëshirat nuk përputhen nga njerë. Une po e tha me plot sinceritet, ashtu si që kemi diskutuar në Komitetin për Politikë dhe Financa dhe kemi votu unanimisht, që kjo pikë me ardhë këto dhe me kalu me 150 euro. Jo pse, s'po doj me rritë, po nuk mujna ta shti në momentin e fundit, ku e dim që subvencionimet jenë bo në qëta kategoritë, si jenë bo po jenë datë hollat, me ardhë këtu edhe sinqerisht po më vje keq, me dalë me propozime edhe me u mundu këtu familje me ushty kush po jetë ma shumë. Ky nuk është ankant publik. Mundësit, kolegë të ndërum, bugjetore janë 150 euro. Kuptojeni, qefi është mja u bëllë 300. Po e shohemi nëse ka bugjet, e realokojmë bugjetin, ja vërrisim prapë. Po nuk është mirë këtu, unë punina keq, besamni në Zotin, shumë keq punina ka jashtu, jo kështu, jashtu, jo kështu. Propozimin nga drejtoria ka ardhur me 150 euro, jemi dakord edhe në komitet që të vazhdojmë me 150 euro, në qoftë se ka hapësirë, me dhënë këtë subvencionim edhe më të madh, drejtoria financa na njofton edhe ne japim prapë, se s'kem bëjmë këtu me shumë familje, 3 familje, mujna edhe në të ardhmen mja u rritë. Mos ta politizojmë, mos t'i bëjmë edhe familjet mundi keq të folë për ta, e kemi rritë prej 100-150, po e hudhim votem ashtu, e në të ardhmen, jo bëjmë 200 e 250 e kështu me radhë. Zotri më jota, a bën shkurt, lutna, për herë tretë. Faleminderit kryesues, mirë kishte me qenë sqarimin më na i dhon drejtoresha, se është propozim nga drejtoria, ju ti, po pranoj unë edhe me shpjegimin të. Ne e tham, po nuk e kem përgut atëherë në tjetë, në të këshyrën instancat, a mujna me rrit, as mujna me rrit, pelom si pik të hapër, ose unë jam vërtet për propozim, na gjithë anëtorë të komitetit nuk jem, dhe me dhonë mendimet e tuna në Komitetin për Politikë dhe Financa. S'kem mundësi me morë pjesë gjithë, po në kuvend po, edhe kuvendi i vendos për apo kundër, nuk vendos komiteti jep rekomandim, kuvendi e voton. Unë kështu që kisha thonë, let jetë nëse po doni me që unë e shoh plotësisht, pikrisht u bazu në qëtu nene që ka orë që këj propozim. Që nuk do me thonë u vendos 150, se që shu vendos 50-qa, vendosët edhe 100 që ashtes, bo 200, kështu që kuvendi e voton këto, ose u hodhen votim për 150, unë si jam për 150, jam me pos rritje, se për me subvencionujmë ashtu si do të dhe si kohijet. Faleminderit. Faleminderit. Dikush tjetër, drejtoresh Shurna. Definitivisht, në thashë edhe në fillim, ne i falenderojmë shumë këtu familje për kontributin, edhe ana financiare nuk e mbulon kontributin e tyre. Propozimet e juja janë shumë në rregull, po të kishim pas mundësi bugjetore, pasi që janë do kufizime bugjetore që neve nuk na lanë me lëvizje dhe shumë në shifra. Nuk është mbytje 50 euro, po është pyetje çka nëse na shtohet neve një familje që në kosto vjetore na kushton 2400 euro, e çajo që atëherë na bën pak më të lashe. Shqetësiko dhe kryesuese me alokimin e buxhetit na mujna me po prap mundësinë për rritjet subvencionimet për këto kategori. Faleminderit për Faleminderit drejtoresh, atëherë me sqarimet që i dha drejtoresha, i mirë kuptoj gjitha propozimet që janë për të mirë, por mundësit bugjetore janë kaq. Duni me kuptu drejt. E hudhim votem ashtu si që tha dhe më falë drejtoresha, propozimin e saj që kjo shumë të kaloj nga 100 në 150, kush është për edhe me rekomandimin e Komitetit për Politikë dhe Financa. Kemi 11 vota për, kush është kundër?
s'ka kundër, abstenim. Kemi 10 abstenime. Faleminderit shumë kolegë, e kuptoj vullnetin e gjithë secilit. Vetëm nuk e kuptoj atë pjesën me bogara. Vazhdoj me pikën tjetër me radhë, kjo pikë kalon me 11 vota për dhe 10 abstenime. Draft plani ndërkomunal për menaxhimin e integruar të mbeturina për rajonin e Gjilonit dhe Ferizajt. Do të thotë ky draft plan ka kaluar në Komitetin për Politikë dhe Financa dhe do të shkojë në diskutim publik. Është një draft që i përfshin gjitha komunat e regionit prej Gjilonit deri në Shtime dhe është punuar në bashkëpunim me ekspertët e Gizit Gjerman. Jemi dakorduar në Komitetin për Politikë dhe Financa që këtë pikë ta shtym që të shkojnë në diskutim publik. Nëse dikush e dëshiron fjalën, atëherë e hudhim drejt në votim. Kush është për që draft planin ndërkomunal për menaxhimin e integruar të mbeturina për rajonin e Gjilonit dhe Ferizajt që të shkojnë në diskutim publik? Në sallë kemi 20 të pranishëm, unanimisht. Faleminderit kolegë. Vazhdoj me pikën e 8, që është raporti i punës së Kuvendit. Nëse keni ndonjë pyetje të raporti, urdhëroni. Megjithëse po na jemi gjithë çto brenda që të Kuvend kena punu bashk. Bëden. Jo, ajo çka është Adelina, ajo bëhet çka është, nëse ndalim jashtë saj. Porna. Veç kush kuna i ka orë materiali. Unë qysh në fillim hash raporti punës Kuvendit punë vitit 2024, nuk kanë asnjë, nuk e ka përcjell materiali i kësaj pike së ditës, edhe unë pikërisht s'kam çka me diskutu, edhe dikush diskuton pa material. Dikush tjetër? Urdhna, zotëri Seferi. Faleminderit kryesues, mbralisht për me pa material na nuk kemi edhe çka diskutojmë se nuk dim çka është shënuar aty apo në çka është dhënë si raportim. Megjithatë, të paktën nëse nuk e kemi si shënuar, të paktën është dosht pak pionës tonë me na jepet një lloj informate të përgjithshme e raportit punës për mu ditë sa do pak edhe për më hapë në diskutimi i tillë. Prandaj na gjithsesi nuk kemi kundër punës tonë sepse në këtë kuvend për një vit tonë është punu, domethënë viti 2024, megjithatë ndoshta në informate përgjithshme raportit punës ka qëndosur cilët në kuvend, ndoshta është ndonjë gabim teknik për cilin është bë, po megjithatë e mira kritik kësaj është sa do pak ndalesh në pikat kyçse të takimeve të mbledhjeve të raportimit punës për çka edhe je si kryesues kuvendi. I falenderit. Po, të gjithë me radhë, unë e hapa diskutimin, vetëm që sinqerisht nëse nuk ka ardhur është një gabim teknik, mu personalisht më ka ardhur, po tash çka ka ndodhur, kërkoj ndjes në emër të kuvendit se nuk e kam vrejt që s'ka ardhur. Nuk është ka në qëllimshme kjo, unë raportin e kam përpara dhe mujmë ju thonë so seanca çka. Atë vazhdoj unë që tani nëse keni ndaj pyetje? Po, zotëri Ramon, sa orna. Faleminderit kryesues. Kryesues, nuk kisha pas dëshirë edhe na si kuvend me ndal në mënyrë jo reale këtu. Nga, është gabim teknik që çdo kuj mund më ndodh. Ne s'pe akuzojmë sekretarin se s'na ka ardhur. Po është një votim që kjo do të më bë sa për sy e faqe. Për shkak që na punu na e dim. Po ta shtim për mbledhjen e radhës, det na vjen raporti. Po mos ti morëm me ty gjysore ku tash, po se nga kur jo për drejtojnë a qytetarëve për qitë pikë, kur gjonë keq nuk lojmë se e shtim qitë pikë mbledhjen e radhës. Bashkë kur gjoheq. Edhe bashkë për qitë pikë qytetarët na kanë posha, këna bo këto. Bashkë si u interesë heq me ditë. Faleminderit. Zënja Beqa. Faleminderit kryesues. Është bë praktike sekretarizmi na i çu ka një dokument
një ditë një, dhe kur nuk kena përmbledhje dokumenta për me ardhë këto në kuvend, po si do që tjetë, në këtë raport punës e di që ndashta po menaj kryesues mos se kena materialin, i ke futur edhe vendimet e kundërligjshme që tu kanë kthy. Po të njëjtën kohë e ke futur edhe punën tonë se çysh ke arrit në pikën për me anale antarëve të kuvendit fjalën, mos mi leju me fol, mos mi leju me paraqit kërkesat e qytetarëve, besoj që edhe çka do të më kanë raport punës që e ke bati këto. Pavarësisht punë tjera që i ke bë. Andaj po pres më na raportua dhe me kështu çka ke bën këtë raport. Spori, kjo është raporti i punës të kuvendit, nuk është raporti imi personal kë. Po. Edhe na e kem një plan të punës të kuvendit që çdo herë në çdo vit e te i kaloj me pika 30 ditës. Jeni dëshmitar gjithë. Zakonisht i kem 5-6 pika në plan të punës, po zakonisht ndodhin sikur sot me pas 10-11 pika 30 ditës për shkak kërkesave edhe qytetarëve po edhe të ekzekutivit. Unë që mos më marr shumë kohë, du m'ju tregu veç për mbledhjen e të dhënave deri me datën 31/12/2024, çka ka ndodhur në këtë kuvend dhe çka është mbajtur. Do të thotë, mbledhje të rregullta i kemi marrë 12. Mbledhje të zakonshme e kemi marrë 1. Mbledhje solemne i kemi marrë 5. Mbledhje urgjente s'kemi pas. Mbledhje përkujtimore s'kemi pas. Rregullore i kemi nxjerr 5. Plan strategji, korniza, buxhet i kemi nxjerr 10. Vendime gjithsej kemi nxjerr si kuvend 78. Vendim në parem s'kemi pas asnjë. Deklarat 1. Konkluzione 0, rekomandime 0. Raportet kryetarit në kuvend kanë qenë 2. Vendimet e kthyera për rishikim zonja Beqa nga Ministria Pushtetit Lokal për rishqyrtim i kemi 9. Kështë raport që unë s'muj mi ik. Që kështë raporti? Besoj që një të knaq me informatën. Dhe edhe nëse shtym në mbledhjen tjetër, që është raporti që në këm pas me raportu 2 minuta. A keni diçka? Faleminderit, ja kalojmë profes Muhamet Adema i fillimisht, se ka ngritur dorën, pastaj zotëri Mujutës. Faleminderit kryesues për fjalën. Mendoj se kuvendi ka bërë një punë të mirë gjatë vitit 2024, uroj që kjo punë e mirë të vazhdoj edhe në vitin 2025, duke vazhduar me punë të mira, në bashkëpunim me pozitë dhe opozitë për interesat e qytetarëve, duke përfshirë edhe realizimin e planit të punës së kuvendit gjatë vitit 2025. Faleminderit. Zotëri Mujuta. Faleminderit kryesues. Mirë pas ka punu kuvendit 12 muaj 5 minuta, raport pat u kry. Atë kë kuvend. Kryesues vetëm në këtë raport na duhet me pos raportin prezent. Edhe duhet me pos raport të kuvendit, po pse ju të specifikuan se cila raportime dhe i ekzekutivit. Ti fule vetëm për 2 raportet e kryetarit, ndërsa na i kena 11 raporte gjatë vitit 2024. Domethënë këtu në këtë raport duhet janë përfshine që çdo me formulu raportin si raport punës, ajo është çështje jutja dhe sekretarisë, nuk ka çështje e kuvendorëve, se në raport nuk bojmë, ti vjen me raport për punën tonë, edhe një pjesë të ekzekutivit, po duhet jetë e shënuar sakt që në atë raport do të jenë gjitha rekomandimet, gjitha propozimet, gjitha rregulloret edhe raportimet. Kështu që nuk i numërove këtu, unë kështu ndëgjuar me mëmend, nëse i ki lexoj pe kryna edhe këtë raport se nuk është ku me ditë çka. Po kisha thonë me unë fillim thesha skina material ta do theshin pas një posë, pas një lexu për tjetrën pikë, që këtu dallojnë sanët. Po do s'po bëjmë. Faleminderit. Rregullore, thash ky kuvendi ka nxjerr 5. Së mbas kanë dëgju. Plan strategji edhe kornizën buxhetore
janë 10, vendime janë 78. Vendimet kthyer nga Ministria e Pushtetit Lokal për shqyrtim janë 9. Në cilën ndush se onë që ky raport është i cili ka shku edhe në Ministritë Pushtetit Lokal është i njëjti. Në cilën ndush se onë që të sene kina me folë. Jo nuk është një diçka, edhe në të kalume në këna pos raportin e njëjtë, vitin para prak, edhe vitin 2023. Njëjtin raport e kina pos. Se nuk ndryshon, se që ky raport shkon në Ministrinë e Pushtetit Lokal. Nuk është raport financiar, kjo është raport i punës të kuvendit. Po. Po e patet e raporti i ekzekutivit sa pare ka shpenzu kuvendi, e patet ato, edhe komplet shuma që ka qenë është 100% që është shpenzu. Nëse nuk gaboj, është dikona përsisht 6.000 euro me gjitha. Atëherë po e hudhim votim, edhe kërkoj nga sekretariati që këtë raport ta sheh çka ka ndodhur dhe ta përcjell me një herë në email të kolegët asambles, vetëm që ta kenë si raport. Nuk është kjo diçka që mund me ndryshu asë në seancën tjetër. Kush është për? Dhjetë, 11, a ke për të? Kunder? Ska, abstenim? 2, 4, 6, 7. Do të thot 18 janë në salë të praneshëm, me 11 vota për dhe 8 abstenime, 7 abstenime faktikisht. Kalon kjo pikë randit ditës, faleminderit shumë, edhe njëherë kërkojnë gjithë që ka pos gabim teknik dhe nuk ka ardhë raporti me kohë në e-mailat e juj. Vazhdoj me pikën e 9 që është informat për punën e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi për vitin 2024. Prezent të kemi kryesuesin e këtij këshilli, zotëri Beqën, kryetarin e komunës, i cili do të na informoj rreth Këshillit për Siguri në Bashkësi për vitin 2024. Fjala për juve, zotëri Beqa. Të nderuar asamblesë dhe ju të tjerë të praneshëm, Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi në komunën e Shtimës ka zhvilluar 6 mbledhje gjatë vitit 2024, ku janë trajtuar çështje të ndryshme për sigurinë dhe mirëqenien e qytetarëve, duke u bazuar në planin veprimi dhe planin vjetor të këtij këshilli. Gjatë mbledhjeve janë diskutuar disa pika të rëndësishme që janë ndërlidhur me sigurinë e qytetarëve, siç janë në radhë të parë një pikë që ka mbizotruar pothuajse në të gjitha mbledhjet, ka qenë siguria në shkolla, lufta kundër delikvencave dhe masat kundër narkomanisë në shkolla dhe hapësirat publike, dhe në këtë aspekt është theksuar rëndësia e bashkëpunimit mes të institucioneve arsimore, policisë dhe të tjerëve për të siguruar një mes të sigurt për nxënësit. Për këtë qëllim, në bashkëpunim me organizata të ndryshme vendore, janë mbajtur takime vetëdijsuese me nxënës në disa shkolla, në këtë rast edhe policia, njësiti në Shtime, në bazë një programi që kanë ata, kanë zhvilluar një numëri ligjëratash në shumicën e shkollave. Për shtimin e sigurisë në shumicën e shkollave, siç e dim, janë pajisur me alarme dhe kamera. Një ndër pika tjera të rëndësishme që është trajtuar në Këshillin Komunal për Siguri në Bashkësi është edhe parandalimi i dhunës në familje, nga komandanti i policisë që don edhe rregulli gjithmonë në fillim të takimeve jemi informuar për numrin e rasteve dhe masat e ndërmarra me çrasti i tërë mekanizmi kundër dhunës në familje, ka kryer detyrat e veta dhe përgjegjësitë e tyre konform ligjit dhe protokoleve për trajtimin dhe parandalimin e dhunës në familje. Si pikë tjetër që kemi trajtuar në këtë këshill është edhe lufta kundër ekstremizmit dhe lajmeve të rrajshme, në bazë të informatave nga policia, por edhe nga burime tjera,
të informimit gjatë vitit 2024 në komunën tonë nuk kemi patur ndonjë rast të ekstremizmit radikal të çfarëdo natyre. Ndërsa sa I takon lajmeve të rrajshme, për këtë qëllim gjithashtu kemi mbajtur punëtori bashkë me organizata të shoqërisë civile dhe në disa shkolla edhe nga ekspertët të kësaj fushë janë informuar se rrjetet sociale ndonjëherë paraqesin rrezik si pasojë e lajmeve të rreme, e të cilat nxisin dhunë sidomos në mes të nxënësve dhe adoleshentëve duke kërkuar veprime parandaluese në radhë të parë për verifikimin dhe sigurimin e burimeve të informatave. Informata nga në takimet të Këshillit të Sigurimit vazhdimisht kanë marrë pjesë edhe institucione tjera komunale, si është rasti me njësitin e zjarr fikseve, në këtë rast udhëheqësi I njësitit të zjarr fikseve dhe shpëtimit na kanë informuar sidomos gjatë periudhave të caktuara kohore gjatë verës për masat që kanë ndërmarrë ata sipas planeve të veprimit të tyre për parandalimin e zjarreve, por njëkohësisht edhe në këto takime është bërë mobilizimi të gjitha institucioneve të cilat merren me çështjet emergjente në rast paraqitjes së rrezikeve nga zjarret. Gjithashtu në takimet e KKSB-s kanë marrë pjesë sipas një plani edhe udhëheqësit e institucioneve të tjera që ndërlidhen me sigurinë në bashkësi. Në këtë rast kemi pas informata nga QKMF, nga Qendra për Punë Sociale, nga inspektorat komunal, të cilët shpesh kanë bërë vizita ose inspektime në le të themi sikur është rasti për inspektimin e produkteve ushqimore me afat skaduar dhe eliminimin e tyre nga tregu. Pastaj jemi informuar edhe nga drejtoritë përkatëse për masat e caktuara që ndërmarrë në periudha të caktuara kohore që kanë të bëjnë pra me ndryshimet me sigurinë e qytetarëve. Dhe në fund mund të konstatojmë se siguria në komunën e Shtimës është e mirë, se ekziston një bashkëpunim shumë I mirë ndërmjet institucioneve dhe qytetarëve për të përmirësuar sigurinë dhe cilësinë e jetës. Kjo është në pika të shkurta sa I takon punës që ka bërë Këshilli Komunal për Siguri në komunën e Shtimës për vitin 2024. Ju faleminderit. Faleminderit nën kryetar Beqa, hapim diskutimin. Nëse ka dikush ndonjë pyetje, më falni, Baca Hasan do m'ja dha fjalën sfari. Përshëndetje për nën kryetarin për këtë informat, për Këshillin Komunal për Sigurinë Bashkësi, I cili ka për qëllim sigurimin e një mjedisit të qetë dhe të sigurt për gjithë qytetarët. Si pasoj informatë se e kom lexuar dhe më herët, është gjithçka normale dhe nuk ka vend për shqetësim. Mirë po unë mendoj se situata në teren e kemi pak më keq dhe të pasigurt, sepse kemi shumë dukuri negative si plaçkitje të pronave private, të institucioneve, të bizneseve, ku për të gjitha këto raste në fund përgjigja del se hetimet vazhdojnë. Vazhdojnë deponit ilegale të mbeturinave, ku përveç ndotës e ambientit, pranë tyre kemi numër të qendve endasak, të cilët paraqesin rrezik për qytetarët e veçanërisht për fëmijët. Dukuri tjetër shumë shqetësuese, e që as nuk u përmend në këtë informat, janë sjelljet asociale dhe dukurit negative tek të miturit, se që pam këtë ditë në rrjetet sociale keq trajtimi I një të mituri nga bashkëmoshatarët e tij, e që për fat keq është rast shumë shqetësues. Në këtë rast nuk është qëllimi për të akuzuar organet përgjegjëse, por qëllimi është I mobilizimit në parandalimin e këtyre dukurive negative. Trajtimi I të miturve delikuent në konflikt me ligjin, as që u përmend do të thotë në këtë informat, e kjo do të thotë se nuk ka raste të tilla, gjithçka është në rregull, por për fat keq
ky numër është shumë më i madh, të cilët shkaktojnë dëme të mëdha dhe pasiguri edhe në shoqëri. Përgjegjës të këtyre në rasteve dijen, do thotë janë në rand të parë prindi, i cili duhet të jetë në krye të detyrës prindore, në të kundërtën duhet të merret të drejta prindore. Në ndë janë shkollat që e dim që është institucion edukativo arsimor, që do të thotë se edukata është në rand të parë tek fëmijët e pastaj arsimimi. Jemi të vetëdijshëm se ka nxënës problematik. Institucionet duhet të kenë listën e tyre, të angazhoj profesionist për resocializimin e tyre, të merren seriozisht, po them seriozisht se puna mund të bëhet shkeleshka, në këtë problematik të gjithë aktorët për të krijuar një të ardhme, një mjedis të sigurt për të gjithë. Dhe krejt në fund kisha kërkue nga kryesuesi i Këshillit për Sigurinë Bashki që në mbledhjen e radhës të raporton lidhur me rastin e të miturit keq trajtuar det më parë. Ju falenderoj. Faleminderit Hoxha Hasan, dikush tjetër? Zonja Podgorica. Faleminderit kryesues, atëherë përshëndetje për të gjithë. E kam lexuar me vëmendje informatin e sjellur nga Këshilli Komunal për Sigurinë e Bashkisë, prandaj si fillim dua t'i përgëzoj anëtarët e këtij këshilli për angazhimin e tyre. Megjithatë dua që nga kjo seancë të jap disa rekomandime për punën e tyre në të ardhmen, të cilat shpresoj që do të bëjnë më produktive punën e këtij këshilli. E para dhe si më e rëndësishme është siguria në shkolla dhe për nxënës. Së fundi, e gjithë komuniteti arsimor, por edhe qytetarët janë ndjerë të jetë të shqetësuar me publikimin e një video ku shfaqet edhe dhuna në mes të nxënësve. Si prind, pastaj si mësimdhënëse, por edhe si kryesuese e Komitetit për Arsim, Kulturë, Ni dhe Sport, me lejoni që nga këto të shpreh keqardhje për ngjarjen që sigurisht na ka shqetësuar të gjithëve. Unë që ato pamje të jenë të fundit që i shohim në komunën tonë, por edhe në gjithë vendin, sepse nxënësit në shkolla vinë për të marrë dije e jo të bëjnë apo të përforcojnë sjellje delikuente. Sa jam informuar nga mediat, por edhe nga mësimdhënësit e shkollës, problemet kanë filluar në shkollë dhe kanë vazhduar edhe më tutje jashtë saj. Prandaj, angazhimi ynë i përbashkët duhet të jetë që mjediset të jenë të shëndosha dhe të sigurta. Pasi që kemi kryetarin e komunës prezent, dua të di se cilat kanë qenë masat apo veprimet që institucioni ka marrë për të menaxhuar këtë situatë, pasi që drejtorisha e arsimit nuk është edhe prezente, ndërsa nga informata gjithashtu i kemi edhe 2 tema tjera që janë ekstremizmi edhe lajmet e rreme. Sa i përket ekstremizmit, rol të rëndësishëm luajnë edhe institucionet fetare, prandaj konsideroj se deri tash ato kanë bërë punë të shkëlqyer në promovimin e vlerave që kemi së shoqëri, pra të tolerancës ndërfetare dhe të paqes. Prandaj çdo nismë që ka për qëllim destabilizimin e harmonisë fetare në komunën tonë duhet të parandalohet në fillim në formë që të vazhdojë kjo harmoni dhe ky respekt që ka në mes të besimeve. E përmendet po ashtu edhe lajmet e rreme që gjë që ndikon shumë në jetën dhe punën tonë. Prandaj konsideroj që policia e Kosovës duhet të rritë përpjekjet dhe mekanizmat në luftimin e tyre, sepse prej e këtyre mund të jemi edhe ne në të ardhmen. Faleminderit shumë, pres një përgjigje nga kryetari. Faleminderit. Zotëri Beqa, Sonja Beqa, dëshirove fjalën? Po, kryesues, realisht, ky rasti kohëve të fundit na ka prek gjithëve edhe mua si anëtarët kuvendit, po edhe ndoshta si prind. Ajo që mbani përshtypje që të gjitha institucionet relevante kanë qenë të njoftuar mirë, por nuk ka pasur ndonjë veprim konkret nga ana e institucioneve përderisa u bë mediatike, edhe po më rastin se çysh ka ndodhur, edhe më duket me sa lexova më herët kishin ndihmuar diçka një veprim konkret. Mirë, po si diçka që të jetë ky nuk është fajson personin e fjalë, personin me sjellje adekuate, domethënë personin me sjellje asociale, një delikuent që është faqet dhe na ka shqetësuar të gjithëve,
Por këtu është edhe një papërgjegjësi të drejtoreshës së arsimit, e cila e kam thënë disa herë këtu në Kovend nuk është profesioniste sa i përket arsimit në komunën tonë, edhe këto janë pasojat të cilat fëmijët i bartin, po aq më pak sham ka shqetësuar që prindrit e fëmijës nuk kanë qenë të njoftuar për këtë rast edhe mandej e kanë marrë rastin vesh përmes mediave. Kjo pra është shqetësuese edhe uroj dhe shpresoj shumë që mos të kemi më kësi raste edhe të kemi një organizim më të mirë institucional rreth këtyre çështjeve. Ju faleminderit. Zotëria Demaj. Faleminderit kryesues për fjalën, e falenderoj nën kryetarin për këtë informat. Situata e sigurisë në komunën e Shtimës konsiderohet e qetë dhe stabile. E vlerësojmë punën e mirë të policisë. Është mirë që të punohet në parandalimin e përdorimit të substancave narkotike tek të rinjt. Pak rasti i fundit na ka shqetësuar të gjithë. Mirë, po ky rast nuk është se po ndikon edhe shumë se si e edukojnë fëmijët prindë. Thash, ndoshta është detyruar edhe një drejtor që ka qenë si ushtrues detyre, shkoku këtij nxënësi ndoshta edhe mu largu edhe që mos më qenë drejtor. Ky nxënës unë kam informuar që ka bën vazhdimisht ka bën probleme në shkollë, i ka kërcënuar edhe nxënës tjerë. Mirë, po thash ju e dini edhe ligjin për të mitur, shka i ka në 14 vjet, çka mund me marrë që thotë e akuzon drejtorinë që nuk është e vërtet diçka që ka diçka drejtoria ose ban punë jo të mirë. Mirë, po është mirë sa herë të formi ta dim edhe ta tregojmë realitetin këtu. Është mirë që kjo edhe tek prindjen një mirë se unë kam pas edhe ka qenë punëtori jonë Muhameti si shqiptar. Ata dy kanë qenë shok të mirë, dy kanë qenë ata. Edhe kështu që kanë bën probleme të dytë bashkë, po një ditë janë ndonjë sunë kanë ndodhur aki ato punë tek këshia që kanë mund me menduar. Është mirë që na si shkollë ose si komunë ose si drejtori të punojmë në këtë drejtim në edukimin sa më shumë të fëmijëve dhe mos të krijojnë probleme as këllasa në shkollë, as në shoqëri. Faleminderit. Faleminderit zotëria Demaj, zotëria Musa. Kryesues, faleminderit. Nën kryetar, faleminderit për informatën. Në mënyrë më sinqert po e tham unë as që pota me diskutu këtu për këtë pikë. Sepse të gjitha çka pota mi thon i tha Hasan Avdyli. Po gjatë diskutimeve mu mbron vesh një shqetësim. Sipas parafolësit, një drejtor a detyruar me lënë pozitën për shkak të presionit apo nuk e di çfarë artikuloj të problemeve të këtij fëmijës. Kërkoj tash sqarim këtu. A është e vërtet kjo? Dhe nëse është e vërtet, juve po drejtohemi në kryetar. Çish mund me ndodhë kjo? Do të thotë me lënë pozitën një menaxher për shkak të problemeve që ja shkakton një fëmijë, unë s'ton s'po më kuptu. Kisha pas dëshirë në kryetar me na e dhon këtë sqarim. Faleminderit. Zotëri Mujota, veç merr shënime në kryetar të Lubna. Merr shënime pyetje që të bëhen tani ja jap. Faleminderit kryesues. Faktikisht njëjtin sqarim po ta më kërkuar dhone, po parafolsi e tha, kështu që nuk vezoti, po kërkoj mizion dhe profesorë dhe ko kolega tu e din ngjarjen saktësisht pse ka qenë ndrysnia te drejtori se tash temas teme po nxitën edhe në ta jap edhe një sqarim drejtori faktikisht ushtrues detyre se drejtori s'ka pas në atë shkollë, po ushtrues detyre në të na jap prufa që sqarim se domethënë edhe drejtori ka mirë në këtë çështje edhe kum qëndrën foje. Mizi se kim drejtorishën e arsimit të. Mizi e profesor, mund pas ke informata. Faleminderit. Faleminderit. Ja kalojmë fjalën nën kryetarit për pyetjet që ju kanë bë. Fillimisht po duam ju falenderoj për pyetjet edhe po nikosisht edhe për elaborimin, sidomos prej asamblejistit Hasanit, ai ka qenë edhe drejtori QPS-s një periudhë, e din mirë si shkojnë protokollet për rastet e tilla. Unë duhet t'ju them që me rastin në fjalë, derisa ka eskalu, si them, situata i kemi pa, kjo ka ndodhur këtë vit, jemi marrë shumë seriozisht në të gjitha fazat. Mund t'ju them që ju e dini, ky është i moshës minore, është 12 vjeçar, është në klasën e 6.
edhe sjelljet e tij asociale i përkasin dhunës kriminale një të rriturit që praktikisht unë s'muj të kualifikoj si të tillë, sepse nuk jam përgjegjës dhe gjykata nuk e ka cilësu si të tillë. Shkolla fillore ku nxënësi ka viju mësimin e ka kry me protokollet që i ka me rregullorën e punës, procedurat të cilat të mirën në rastet kur paraqiten rastet të tilla. Do të thonë, është marrë psikologu me te, është marrë drejtoria me te, është thirrë drejtoria komunale, është bërë pezullimin në raste se kjo nuk është rasti i fundit që ka ndodhur, ka pas vazhdimisht incidente të natyrave parafërsisht tilla, është suspendu prej shkollës, është çuar në një shkollë tjetër, ashtu e sheh rregullorja se protokollet në shkolla atje, është kthyer në shkollë, prapë vazhdon me të njëjtën avaz. E ka kry drejtoria komunale e arsimit procedurat që i parashihen me rregullore, merret me të qendra për punë sociale, merret trajtimi psikologjik atje, thirrën prej Prishtinës ekspert fushës që përmendet Hasan aty, merren me trajtimin e nxënës me disa seanca me këtë nxënës, por jo vetëm me këtë, edhe disa të tjerë, edhe me prindërit e tyre, merret policia me ta merr, dërgon te prokurori i fëmijëve në Verizaj, prokurori çon gjyq te gjyqtari për fëmijë, dhe në fund gjyqtari e kthen thotë ky duhet me shku me vazhdu mësimin, sepse ligji nuk lejon me përjashtu ato nga shkolla. Do të thonë, këtu e kemi disa herë një cikël që është sjell vicioz me rastin e këtyre fëmijëve, po sidomos këtij të fundit. Ky është quhet në Prishtinë, nga Qendra për Punë Sociale, është bë anamneza mjekësore e tij, edhe në fund del që ato duhet me trajtu me domosa të veçanta, sepse megjithatë ne duhet me pas kujdes që gjatë këtij procesi edhe të mos përkundër faktit që duhet me u marrë në kuptimin që me parandalu në të keqe më të madhe, duhet t'i marrim parasysh si e trajtojnë dhe çfarë rekomandime japin institucionet përkatëse në këtë rast, edhe psikologu mos t'i përmenim edhe emra të tjerë të specialistëve të tjerë që janë marrë me ta. Janë marrë edhe me prindërit e tyre. Në vazhdimsi kanë edhe ata sjellje asociale, është diçka që ta zom le të themi rekomandimi i fundit del që këta duhet më trajtu me një qendër të mbyllur, të veçantë, e një institucion të tillë nuk ekziston as në Kosovë, as në Shqipëri, fatkeqësisht. E rastet e tilla gjithë kemi, është e vërtetë, gjithandaj këto kanë ekzistuar gjithmonë, por që ai ka fillu tash të trajtohet edhe në aspektin mjekësor. Ne jemi duke u marrë me ta dhe si duket gjyqësia duhet ta merr një vendim të prerë në kuptimin që ky nxënës të trajtohet qoftë në institucionet për të miturit, për trajtimin e tyre, për rehabilitimin e tyre, sepse në këtë formë ne i kemi shpenzu në përmasa shumë të mëdha tu e ditë dhe rrethonat që janë kriju, mekanizmat që neve na i mundsojnë mu marrë me këto raste. Absolut, ne kemi qenë te familjet përkatëse, kryetari bashkë me mua, nga ministrit përkatëse kanë qenë prezent, kemi shku në familje, kemi diskutuar me ta, e dim shumë mirë si qëndron situata. Unë po ta kaq informacion, ka mundësi që gjatë këtij elaborimit tem mund të mos kem thonë në informat që juve ju intereson, por deshta me dalë edhe te largimi i drejtorit ose ushtruesit detyrës, na e dim, ai ka dhënë dorëheqje në mënyrë institucionale, po besoj që ai ka bën një arsye tema atje pse ka dhënë dorëheqje, unë nuk e kam pa që ai ka dhënë dorëheqje për shkak të fëmijëve. Mirë po që fëmijë shkakton telashe, jemi dëshmitarë, jo vetëm në shkollë, po edhe në vende publike edhe kudo që ai. Kështu që megjithatë ne jemi në fund, muj me fol edhe në takimin e radhës, në fund tashmë janë marrë masat, nuk e dia do të duhet të jenë ato në publik, jam i sinqert se unë nuk jam ekspert i fushës, janë duke u marrë masat që edhe prindërit, edhe ata të përcillen në çdo hap, në shkolla, në ambiente publike e kështu me radhë. Po besoj që kisha informatat mjaftueshme për ju nëse konsideroni si të tillë. Faleminderit.
Faleminderit nën kryetar për gjitha sqarimet, edhe një pyetje ishte për kryetarin. Kryetar Urna. Faleminderit kryesues. Mu vjen keq që ndoshta disa gjëra duhet mi përsërit ato që i tha nën kryetari. Mas pari nuk e di nëse duke diskutuar po bëjmë ndaj shkelje të privatësisë. Ndoshta nuk është krejt etike me diskutu kështu ka hapur, po mundohemi më shumë për hir të ndjeshmërisë të rastit, edhe të asaj që na ka prek, domthonë qoftë si qytetar, qoftë si prind, qoftë si barsë të institucioneve, kam nevojë mi dhon disa sqarime edhe qytetarët e komunës times me kuptu që institucionet përveç që kanë qenë të shqetësuar, sikurse çdo qytetar tjetër, ata edhe kanë vepruar. Në momentin e parë që ne kemi marrë informacion prej strukturave të policisë dhe qendrës për punë sociale, urgjent kam thirrë mbledhje komandantin e policisë, drejtorin e QPS-s, drejtorinë e arsimit, domthonë drejtoreshën e arsimit dhe shëndetësisë, ka qenë prezent edhe nën kryetari, drejtori i shkollës fillore Mendoraku, ku të dy nxënësit në fjalë, edhe ushtruesi i dhunës, po edhe viktima ndjekin mësimet, dhe ne e kemi analizuar edhe videon, edhe kemi marrë informacione nga këto mekanizma. Drejtoria e DKA-s, bashkë me strukturat më sipër, domthonë edhe QPS-n edhe policinë, na ka dhënë informacione se bëhet fjalë për dy nxënës që janë të moshës rreth 12 vjeç dhe të dy janë shok të klasës. Të dy janë nxënës problematik dhe këta nxënës nuk është se ishte hera e fundit, as e para as e fundit që ata ishin grindë dhe kishin ushtruar dhunë ndaj njëri tjetrit. Për këto, komuniteti i mësimdhënësve në komunën e Shtimes ishte i njohur që prej vitesh, domthonë kishin disa vite që sidomos zën kanë mes këtyre dyve ishte kështu publike, dinin gjithë komuniteti i arsimtarëve. Ndaj të cilëve edhe kishin marrë masa, edhe i kishin njoftu policinë, edhe QPS-n, edhe prindrit e tyre, edhe kishin shqiptu masa disiplinore në harmoni me rregulloren e brendshme të arsimit, po edhe në harmoni me ligjet në fuqi. Mirë po, video që vërtet ka qenë rëndë edhe që na ka godit gjithve, e ka bë këtë rast që pastaj mu involvu edhe instanca tjera. Ne në këtë mbledhje u morëm vesh që të nesërmen, përveç që strukturat e sigurisë me pas kujdes të shtuar dhe të jashtëzakonshëm, QPS-ja me bo punën e vetë në rehabilitimin edhe të fëmijëve, po edhe të prindërve që kanë qenë me drejt shumë shqetësum, dhe ditën e nesërme i kemi bo ftesë edhe instancat tjera të sigurisë, duke përveç këtyre të ditës të parë, edhe krye prokurorin e prokurisë të Frizajt, po edhe kryetarin e gjykatës themelore të Frizajt. Dhe në këtë mbledhje më të gjerë ne kemi diskutuar gjëra gjatë se si trajtohen këto raste në këtë moshë delikate edhe në këto rrethana. Dhe është ardhur në një konkluzion që këta fëmijë duhet të dërgohen në mjekim, domthonë në trajtim psikologjik, që janë dërguar, edhe të mirën e rekomandimet e protokolleve të trajtimit të këtyre fëmijëve, konform rregullave, ligjeve dhe kushtetutës në Republikën e Kosovës, sepse prokuria e rrethit Frizajt na ka njoftuar që ligji aktual në Republikën e Kosovës rastet nën 14 vjeç nuk i trajton si raste penale. Asambleisti Hasani Hasan Abdyli e din që mirë besoj këtë, sepse ka punuar një jetë në këtë fushë veprimtari dhe ka udhëhequr institucionin dhe
Në të tilla raste, domthonjë janë marrë gjitha mosat, edhe nga strukturat e policisë, stacionit policor të Shtimes, edhe nga drejtoria regionale e Ferizajit, edhe nga prokuroria themelore, edhe nga gjykata, rasti po monitorohet, rasti po vëzhgohet, po ashtu ju kanë dhënë trajtimin e duhur edhe familjarëve, edhe fëmijëve, dhe po vazhdohet me procedurat sipas rekomandimeve të ekspertëve dhe sipas rregullave në fuqi. Neve na vjen keq që ka ndodhur kjo. Unë nuk mendoj që tashti duhet mu fajsu dikush edhe mu hedh gishti dikujt. Domethënë fenomene të tilla fatkeqësisht ndodhin kudo. Dhe ne duhet ju qasmi me këtë mekanizmat ligjor e moral që kemi. Këta e kemi bo. Unë në mes ditës të parë, mbledhjes të parë dhe mbledhjes dytë, personalisht me ekipën time, kemi qenë edhe në familjen e viktimës. E kemi vizitu edhe fëmijën, i kemi vizitu edhe prind e të dëmtuarit, viktimës këtë rast. Dhe ju kemi gjendë afër, qoftë me mbështetje institucionale, qoftë me mbështetje morale. Lutemi edhe shpresojmë që domthon trajtimi që do bëhet sipas protokollave dhe sipas mekanizmave në fuqi, do të ketë efekt edukativ te këta fëmijë dhe vepra tilla, ngjarje tilla të mos përsëriten asnjëherë. Po ju siguroj që krejt mekanizmat institucional, komunal, po edhe regional janë ngrit në alarmin e duhur dhe nuk ka munguar asnjë moment vëmendja institucionale. Na vjen keq, po është fenomen që ka ndodhur, po përveç se më na keq, ne jemi angazhuar maksimalisht për me shfrytëzu çdo mekanizëm dhe lutemi që kjo mos të përsëritet dhe të përmirësohet, domethënë sjellja e këtyre dy fëmijëve dhe mos ketë fenomene të tilla në qytetin tonë. Kaq që isha, faleminderit. Faleminderit kryetar, faleminderit nën kryetar për gjitha sqarimet. Vazhdoj me pikën tjetër me radhë, pasi që kishte informat që është pyetje dhe përgjigje, do thotë është pika 10. Nëse dikush ka ndonjë pyetje, drejtuar ekzekutivit nga ju kolega asamblees, turnani. Zotëri Mujota. Faleminderit kryesues, faktikisht spori po pës të disa drejtorë që i kam adresu pyetjet, plas për ata që e kanë po që i kam pyet, pse s'më janë kthy përgjigjet. Dhe pyetja ime është e dyta, që po të njëjtat pyetje i keni prap, ju nga unë si asamblees, po janë pyetje që janë interesu dhe kanë shkruar qytetarët e kësaj komune për këtë pyetje. Si doni unë ja përmenim, apet prap me emën, po i keni pyetjet që na u kanë kthy pa përgjigje. Veç kthenu mbrapa në mbledhje, njëjtat pyetje i keni prap, kur do të marr përgjigje për atë pyetje ose kur do të përgjigjeni aty në qytetarëve në këtë mbledhje të kuvendit. Kaq kisha. Faleminderit zotëri Mujota. Kush tjetër? Orna zotëri Goshi. Faleminderit kryesues. Më të vërtetë është shqetësuese kur e ngriti si shqetësim parafolsi, me qenë se i kemi 22 pyetje. Nga 22 pyetje asnjë përgjigje nuk e kemi. Këtu mendoj si është një neglizhencë ndaj ekzekutivit, kryesisht drejtorave të cilët nuk i kthejnë përgjigje pyetjeve të asamblejisit. Asambleisat nuk janë pyetjet të adresuar nga qytetarët mes asamblejisit. Unë pikërisht të pyetjet e mia, përveç se e kum bërë kështu dhe është edhe teknikisht pak mund themi se nuk është pyetja e formuluar mirë. Pyetje për administratën të rregullore për toksa apo lirohen veteranët. Nuk e kum bërë këtë pyetje. Po kum bërë këtë pyetjen e kum bërë pse veteranët e luftës të cilët nga propozimi i kryetarit ka kaluar në kuvendin e komunës së Shtimes për një lehtësim veteranët e luftës një toks nga 10 euro të toksa automjete. Pse nuk kanë të përfil ata veteranët të cilët e kanë të skaduar vërtetimin apo antarësinë e shoqatës,
duke ata e prezentuar certifikatën. Kështu e kom bë pyetjen dhe apet e baj pyetjen. Dhe një pyetje tjetër të cilën do të adresoj sot. Çka është ka ndodhur me tregun tërditur? Ku qysh në vitin e parë të mandatit ka fillu kjo treg dhe ende është pa përfunduar. Ku janë procedurat e këtij tregu? Drejtori i linjës përkohëse ne të më jap me shkrim, lutem. Nëse faleminderit. Zotria Adema Jorna. Faleminderit kryesues. Kam një pyetje për drejtorin e urbanizmit. Sa leje ndërtimit janë lëshu gjatë vitit 2024? Faleminderit. Faleminderit zotria Ademaj. Ju tjerët po dalim jo përgjigj në atë pyetjet që s'u kam përgjigj. Edhe unë kërkoj që drejtorat në pyetjet që cilat nuk janë përgjigj me shkrem të përgjigjen për seancën e ardhshme. Ja përgjigjen. Zonja Botborica, kena i pyetje? Po faleminderit kryesues. Me qenë se drejtoresha e arsimit nuk është këto, kisha pas qef m'ja bon një pyetje, ndoshta na e kthen me shkrem, pse vazhdimisht përsëriten problemet me ngrohjen e përshkolla, sidomos në ciklin e lartë edhe në ciklin e ulët në shtime, domethënë është fjala për shkollën e Mindorako. Ndoshta ka pas edhe shkolla tjera që janë përballë me këtë problem, me qenë se këto shkolla janë sfiduar edhe me procesin mësimor të shkurtuar. Pyetjen tjetër e kam për drejtorinë e shërbimeve publike. Në rrugën Anton Qeta, pas rregullimit të ndriçimit publik, trotuari më nuk është në gjendjen që ka qenë më përpara, madje mosvendosja e kockave në formë të rrafshët po pengon edhe lëvizjen e qytetarëve në këtë pjesë. Nëse doni mund t'ju dërgoj edhe foto. Prandaj kam kërkesë nga banorët e Laçës që të ngrisë si shqetësim edhe kërkesë që drejtoria në fjalë apo ajo e urbanizmit ta rregullojë sa më parë ato koska në trotuarët përpara lokaleve që gjenden në rrugën Anton Qeta. Kur jemi këtu, shfrytëzoj rastin me përmend gjithashtu që rruga Lutfi Bilalli kur do të bëhet me ndriçim. Gjithashtu edhe një pyetje tjetër që ka kohë që e parashtroj për drejtorin e urbanizmit. S'jam dugu të idajet. Kupja që lëm bashkë e one. Janë të përsërit. A? Që? Jo se një të vëlla, se kesh në tonë që ta. Këna... Si ta dërgoj këta tjerë të dajet Bustanin, edhe pyetja fundit është e përsëritur që 3-4 vjet drejtor, kur ka më bo trotuarin të shkolla e Mindorako, po besoj që e den të rruga Skënder Saliu. I dajet, si ti dërgojnë këta tjerë të pyetjet me shkrem me dhone ku më ti dërgoj. Kishë Bustanin. Unë po besoj që kom qenë e kjartë, kështu që nëse ki dikon diçka më tregon në përsëritje prapë. Faleminderit zonja Botborica, të kisha lutur nëse i ke na i dërgo me shkrim se pak shpejt ke suni merr shënimet. Okej. Faleminderit shumë, a ka dikush tjetër pyetje? S'ka. Drejtorat përveç këtyre pyetjeve dhe pyetjeve të seancës të kalume, ju los që t'i ktheni me shkrim në seancën e ardhshme. Edhe është, jo s'po them, gjithçysh duhet mi kthy pyetjet që ju kanë bërë asamblejistat. Mos them urdhën se bie pak ram. Hamz të krynë e këtë pyetjet kanë më të ardhur. Çike. Se të si e kam këto, apo dhe pak shaka me Hamzën se s'ka qenë seancën e fundit. Atëherë kalojmë në pikën tjetër që është propozuar nga zotëria Ramusa, me që është fut në rand ditës, është diskutim për rendin special ose dislokimi, lokacioni se ku ka me u ndërtu ky objekt. Zotëri, pasi që e keni
sponsorizu si pik, nëse ke diçka, pastaj e hopëm diskutimin. Do të thotë diskutim për rendin special, kryesisht për lokacionin ku ka mund ndërtu. Faleminderit. Unë e kam formuar diskutim për dislokimin Po, njëjtë, edhe unë e thash këto. Për afërsisht. Po, unë zotëri jam. Kryesus, faleminderit. Fillimisht i falenderoj kuvendorët, ata që votuan për mu diskutu kjo pikë rendititës. Unë këta para vetes, kryesusi kam mbi 230 nënshkrime banorë të fshatit Zbërth, që nuk pajtohen me lokacionin ku është të ndërtu, ku pritet më ndërtu endi special. Këto bëjmë fjallë për dy institucione. Instituti special dhe qendra për integrim dhe rehabilitim të të sëmurve kronik psiqik. Unë këtu për ju drejtojnë a qytetarëve, le ta kuptojnë realitetin se për këtë projekt është bërë shumë dezinformat dhe propagandë. Fillimisht, kryetari i komunës ka pas premtuar që këtë dislokim do ta bëj brenda mandatit. Do të thotë kaluan 3 vite, ky hala nuk e ka filluar projektin. E dyta, na si Parti Demokratike nuk jem kundër dislokimit, po këtu jem të analizojmë kërkesat e banorëve të fshatit Zbërth. Qytetarë nderur, për këto dy institucione që po flas këto, pas luftës në vitin 2000, sipas informatave që kam, kanë qenë dikun 470 pacienta. Pacienta rezident, ju thejmë ne, që qëndrojnë 24 orë në institut. Me një politik të mirëfillt, qeverisje paraprake, ka arrit më bo një decentralizim. Edhe për personat e tillë, kanë arrit qeverit paraprake, qeveria lokale në bashkëpunim me nivelin qendror, ta bëjnë një decentralizim duke e ul numrin e pacientave. Janë marru në Republikën e Kosovës në për komuna 10 qendra korektuse. Bëhet fjalë një qendër shmëru në Prizren, njën Ferizaj, njën Lipjan, në Vushtre, Kamenic, Graçanis edhe Deçan. Qëllimi i qeverisjeve paraprake është që instituti special të minimizohet, eventualisht të largohet i tëri nga territori i komunës Shqipës. Kryetari aktual, që ka pasur edhe premtim gjatë fushatës, e ka bën një projekt gjigant që do në mi grumbullu prap të njëjtit pacienta, mi pru në territorin e komunës sonë. Si sharem, ne si Parti Demokratike nuk jem kundër dislokimit. Dislokimit duhet me ndodhe, si pas mendimit tonë. Po, lokacioni ku ka përcaktuar kryetari bashkë me ekzekutivin është i gabun. Është prapësh në vend banim. Si pas banorëve të fshatit Zbërth, që i kanë bërë motjet, prej familjeve që jetojnë, instituti do të bëhet vetëm 600 metra larg banimit. Kështu që unë menoj, prej banimit dërgojmë prap banim. Unë këtu, për flas në emër të Partisë Demokratike, jam me peticionin dhe me ankesën të nënshkruaj dhe që ne ka ndërgu qytetarët ose banorët e fshatit Zbërth. Pezullimi i projektit derisa të kryhet një studim i plot në ndikim mjedis dhe komunitet. Shqyrtimi një lokacioni tjetër, qytetarë nderor dëgjoni me vëmendje se këta dinë mi prej videot, edhe me bën propaganda që 24 orë bojnë propaganda, nuk jem kundër zhvendosjes. Jem të kontestu lokacionin ku dojnë mi dërgu. Prej vendbanimit dojnë mi dërgu në vendbanim. Morja parasysh e kërkesës së paraqitur nga banorët për shfrytëzimin të njëjtin parcel, pothuajse ofër, ata e kanë bën një kërkesë që mendojmë që duhet më bën disa projekte të tjera, më fal. Si për mos me bën debat shumë, unë kisha kërku ta formulojmë një konkluzion apo në emër të kuvendit që të pyetin njerë banorët e fshatit Zbërth.
Kryetori i komunës ka bërë kërkesa për projekt tillë pa i pyet banorët. Asnjë debat publik me banorët fshati Zbërës nuk e ka bërë. Po prandaj banorët kërkojnë të shkon kryetari një herë në fshat, të bisedon me ta, prandaj të shtyhet procesi përpara ose të bëhet një zhvendosje tjetër. Faleminderit. Faleminderit. A ka dikush tjetër me diskutuar rreth kësaj çështje? S'ka. Kryetar? Mund të jap sqarimet çka ka ndodhur me këtë çështje prej fillimit e deri tash. Tashti për hir qytetarëve të Zborësit, po edhe të gjithë qytetarët komunës Shtimës. Ju përsheni që gjithë shka këtu po do dëshiron të jetë politike. Prej fillimit dhe në fund politike kanë qenë këto gjërat kështu, tendenca politike. Unë arrita në fund me pa qysh, do më thënë edhe planifikimet bugjetore tentojnë me t'i deformu. Ato 3 familje që merë keqo ju përmend emrin disa herë, që kanë rrit njëra dykon 40 jetim fëmij pa prindër, e tjetra 26, 22 vite i kanë postu kur s'ju ka shku menja 5 euro mja dhonë, e sot në prag të fushatës këshyrin mja bo 150 euro, 200 euro, 300 euro. Kjo të regon për ndërgjigjen e juj. E pora. E dyta, me pore të... Kjo është me këty ndorsëm të ujë, e kuptan? Kur keni qenë, s'ju ka shkumendja hiç që ekzistojnë ato, e ta është po thani më bo zemra të mira. Qetësone, mos u frustrani, qetësone. Në Zbërës, unë me qytetarët e Zborësit kam një nga raportet më të mira prej gjitha lokalitetet e tjera. Raportet më korrekte. Zborësi, si asnjëherë më përpara, ka përjetu ndryshime pozitive në infrastrukturë edhe në investime komunale. E vetmja derë që ju kam bet, se s'keni posë më ftyrë me shku në Zbërës. Heq ftyrë s'keni posë si Parti Demokratike me shku ju. E vetmja deriqë që po pretendoni ju me kriju, me shku me mi hop dyrt e qytetarët nderuar të Zborësit, që për 22 vjetë ju keni morë vota sa keni doshtë, po kur një investim minimal, në bolt i keni lanë, në ersiri keni lanë, parruk i keni lanë, pason sportive i keni lanë. Tashti ke përktyrë të zotënija atje me shku me qilë po ki denen më shelë, po prandaj i frustrum ti. Kanë me da të regu venin ata, që është ti me ata shokët e tu, keni morë në Zborësit edhe vota, edhe sera, edhe subvencione, keni keq përdur, e sen në Zborës keni qu. Tashti, unë ja jep përgjigjen ka dalë. Unë ju dëgjova, edhe tashti dëgjoni se pedi që ju vamin këtu, se këtu janë fakte, edhe këtu ju të rishtojnë. Në të bime që keni pas atje që çdo ditë e më mitësisht pritemi, kemi diskutu hapur e ftyrë për ftyre me qytetarët e Zborës. Ata vërtet kanë qenë të shqetësuar. Dhe ne ja kemi spjegu. Ata kanë thonë pse mas pari nuk ka pas debat publik. Unë edhe ju kam thënë edhe përmes këtij mikrofoni po i garantoj. Me ata që s'kemi folë, sepse përfaqësuesit e tyre, domthonë mentor Kadriun edhe Arsim Kadriun, i kemi taku edhe në komunë, i kanë taku edhe drejtori, edhe ato që ja kemi thënë në përrodat e Zborësit, ja kemi thënë edhe në komunë, që mas pari, kjo parcel nuk graviton nësnjë nga fshatrat.
Kjo është një parcel që gjendet në territorin që në planin e ri zhvillimor komunal quhet qyteti i ri. Edhe nuk i përket as Belincit, as Godancit e as Zborësit. Dëgjimi publik është kur shkon me një territor të caktuar. Nëse do të kishim shkuar në Zborës, do të kishim thrit qytetarët e Zborësit. Nëse do të kishim shkuar në Belincë, do të kishim thrit qytetarët e Belincit për dëgjim publik. Nëse do të kishim shkuar në Godancë, njëjtën gjë do ta kishim bërë me Godancën. Kjo është zonë zhvillimore komunale e ndërtimit të institucioneve qendrore dhe lokale të qytetit, andaj ka është vizioni jonë për zhvillimin e qytetit. Kështu që na nuk mujna me bëjë dëgjim publik me një lokalitet kur mënyrë administrative nuk i takon atij lokalitet. E para. E dyta, ky institucion është dykun vija ajrore 1000 metra larg shtëpive të fundit ose të fillimit fshatit Zbërc dhe është i futur në brendi në krahun e djathtë 500 metra larg domthon anash rrugës që të çon për në Zbërc. Si i till nuk e cënon as Zbërcin, as Belincin e as Godancin. Ajo është institucion qendror i nivelit terciar që do të ndërtohet, është lajmi mirë. Ju e dini që një nga premtimet që është mirë prit më së shumti e që jam shumë i lumtur që po realizohet, që qytetarët e komunës Shtime e kanë përqafuar që kur e kam thënë, e po e presim me emocion domthon brenda 2 muajve tashëm edhe me hedh gur themelin, sepse ky është projekt 12.8 milion euro. Është projekt që kanë mund ndërtu infrastrukturë nën toksore dhe mbi toksore dykon 5 hektar tokë. Zotni, unë jam të shpjegu, tash ti jetu i Ragozhës Nasradinit, se vetëm një Agozhët ka me ty për me shku, me fol me qytetarët e to që ta kanë mshel derën, s'ki ftyrë dhe me shku më të ta. Tash ti, a institucion do t'jetë institucioni më modern në Republikën e Kosovës. Këto smundje, përkundër atyre broshkollar që u thanë, smundjet kronike psiqike, janë smundje që shkenca jep raportime që çdo ditë e më shumë rriten, zhvillohen. Është i vetmi institucion në Republikën e Kosovës që i trajton smundjet psiqike kronike dhe retardimet e lindura. Ne si komunë e Shtimës e kemi pas këtë institucion, e kemi edhe do ta kemi, sepse në radhë parë kemi për krenari që ne i shërbejmë një komuniteti të tillë me nevoja të veçanta. Kjo është fisnikëri, kjo është humanizëm, edhe kjo është vlerë njerëzore. E para, e dyta. Ideja për me hiq për aty është ide primitive. Është një farë vetë bullizimi që disa njerëz duan ta bëjnë për qëllime politike, sikur puna juaj, po aty punojnë më shumë se 120 punëtorë të komunës Shtimës. E ideja për me hiq ato është ide shumë largpomse, shumë e ngushtë. Mas pori s'është humane hiç, aq më shumë që pretendohet që del prej gojës një mjeku, që i thot vetit mjek. S'është humane hiç, e dyta, s'është fisnike hiç, e treta, s'është hiç në interesin e qytetarëve të komunës Shtime, sepse aty marrin rroga më shumë se 120 punëtorë, edhe prej tyre mbahen më shumë se 120 familje, s'është vizionare domethënë hiç. Po tashti mund vje keq që keni met vëlla pa pushtet e ju ka ikë truni edhe s'jeni të ditë çka jeni të thonë hiç. E keni hub busullën, as jeni të ditë ku po veproni, as çka po thoni, as çka po bëni. Ende special s'keni lënë cep pa e luftu, mekanizëm pa e luftu, e kena premtu, ma ka miratu qeveria Kurti, i ka ndo paret, është projektu, është në procedurë prokurimit në fund, keni me po që komunise, komu kry, e që ata pacient që janë familjar
të qytetarët e Republikës Kosovës kanë mu trajtu në mënyrën më të dinjitetshme, më humane, ashtu që meriton një qenie njerëzore, edhe na si qytetarët komunës Shtimes, edhe kena mu shërby, edhe kena mu pagu, edhe kena me qenë krenar, edhe shpirt human për dallim prej këtyre qyteteve të tjera. Për këto unë jam krenar. Kush frustrohet, ai është mendje ngushtë, edhe ai nuk ka as vizion, as humanizëm, as shpirt, as mendje. Qytetarët të nderuar të fshatit Zbërc, ju lutem, mos bëni prej e tentativave të rikthimit të temave të këtyre, se me këta e keni provu 20 vjet, ju e dini që ju kanë keq përdor, e në kundër shpërblim kur as kanë bëj investime, as kanë shtru rrugë, as kanë pru ndryqim, as fusha sportive, as solt sportit, ndërsa këto përdodhen me neve. Qytetarët e Zborcit e din kush i ka keq përdor, kush i ka plaçkit, kush ka bosera digjitale, kush ka marrë menën tyre, e qytetarët fisnik të fshatit Zborc e din tash kush është dashamiri tyre. Kush pe lidh fshatin Zborc me krejt fshatrat e komunës, kush pja qënë perspektiven, kush punëson, kush pëndon subvencione në mënyrë parimore për ta, kush pja bën sallat sportive, fushat e sportit e gjitha me radhë. Kështu që ju lutna mos bëni prej e disa njerëzve që janë thirrë në emër të fshatit edhe që e kanë mashtruar atë fshat rast sikur zotëria që foli paraprakisht. Faleminderit. Replik 2 minuta, zotëri. Fillimisht, thatë pa vërteta kryetari, tha kjo punë është e politizuar. Kryetari ki në nënshkrimet pe banorëve të fshatit. Mos i quaj ata njerëz politik, se janë njerëz punëtor edhe njerëz të ndershëm. E dyta, vetëm një pajtova me juve, që smundjet psiqike në Republikën e Kosovës janë rritje. Te, me veprimin tanë, do mi mbledh gjitha ata pacienta për këtë Republikës Kosovës edhe mi qutë Zbërc. Kjo është torp për ty. Kjo është torp. E dyta, the që nuk është ofër vendbanimit. Do më thonë, ata banorë që kanë bo peticionin për Rajna, ta kanë shkruar në ankesë, është 600 metra për shtëpisë të fundit. Nuk jem kundër dislokimit, po jo mi qunë fshatin Zbërc. Tha që i kemi mashtru ata njerëz. Ata nuk janë të mashtruan. Ata sikur të ishin pajtu me këtë projekt tillë që kë propagandoi më herët që janë pajtu, nuk ishin për peticionin. E kanë nënshkruar peticionin dhe kanë dërguar si ankesë. Kështu që si në përfundim, qytetarët e fshatit Zbërc nuk janë kundër dislokimit tentit special, po jo me dërguar në vendbanim ku jetojnë ata. Une, si përfundim, ju baj lutje kuvendarëve, ta bëjmë një konkluzion edhe dalu me kërkesat fshatit. Kur që nësë për kërkaj ma shumë. Faleminderit. Veç pak. Mas pari edhe një herë, nuk është territor që graviton fshatin Zbërc. Ne, mos manipulo. Ne. 2. Nuk ti moral me fol në emër të fshatit Zbërc. Ti nuk ki asnjë element moral me fol në emër të fshatit Zbërc, cilët i ke keq përdorur për 20 vjet. Ti atje gjysmë e 2 e kitë mbyllur, o zotni, e para. Po unë qytetarë po flasë, me këto po shihet që i ka i këtë huri, kjo e frustru. Edhe qytetarë ndërum në Republikës Kosovës, edhe të kolegë ndërum. Merëm në me men, qëfar para gjukimi ka një njëri që thot vetit mjek për këtë kategorit njerëzve, dhe më për smundjet psiqike kronike. Merëm në men, kolegë ndërum, ku do që jene, vetëm shikane. Që zotnia i thot vetit kolegë me neve, është mjek. Një mjek, me pas qësi logike dhe qësi bindje për një nga sferat e smundjeve në organizmin tonë, kjo është përmetar keq. Kjo është, sinqerisht, është më distancu prej nivellit njerëzve tillë.
Merra me mendje çfarë çësje mundet me pas ndaj pacientit kur ti shkon mu kontrollu. Unë po vëkesh, unë jam pa fjalë zotëri. Kryesust, një minutë. Më fal, veç zotëri Ramusa, ki kujdes. Julius, nëse nuk diskutoni për çështjen, ja, që kjo nuk mos po mbëlq, si na të diskutu. Ju lutem. Kryesust, replik një minutë. Pe marr replikën një Merrën e minutë. fjalën, falni për Më spori, kryetari është një dezinformues edhe një rëndës patologjik. Asë një fjallë nuk e fula në aspektin profesional që i fyta këta pacienta. Asë nuk thash që nuk dojnë trajtim dhe akomodim të mirë këta. Po qatë ftyrë, ka edhe rënë dhe qërësy. Unë thash, jem kundër lokacionit ku e keni zgjedh. Me gjithë një lokacion tjetër dikon, unë jam pra, kaq. Duhet me shku me bisedu me banor. S'moj me javë unë e këto lokacion pe i foltorës. Faleminderit. Me qunë David Davs tani ti thu, ju se rrëth shpis tembo i bjen. Lutna, Mos e personalizani, o kryesus. Po ju breses... Mos e personalizani. S'jam të personalizu. Kryetari e spjegaj. Është çështja e lokacionit si se prej kas një fshat heq. O zotni. Ti po do mi ke zvërdor, po s'volësh. Mos e keq përdorni se nuk bën. E ke pshel derën mua. Kjo ka mirë me u diskutu mas zgjedhje. Lezër vjet dhe si ke zvërdor ata. S'beston më ty. Nuk besomni që delni jashtë temës, jam ndërprej fjalën automatikisht. Apo dhe ma mirë u kom jashtë fushatës që to me diskutu, se po mduket që... Ja, doktor, po dilni jashtë krejt. Por nëzëm ja beqa. Pas taj zotëri Seferi. Faleminderit kryesus, e dëgjova kryetarin me vëmendje, kur ma të friksu nuk e kum pa. Së shka e ka. Jashtë temës, mos përmeni emna. Rendi ditës është diskutim për entin special. More, na kryedurojna një njëri si që majlali. Të ndëruar qytetarët e komunës së Shtimës, faleminderit në aspektin politik jena ka dona me folë për miliona që janë të investu komunën tonë. Jo, ka mësek, re dhe pak, re se për banorët e zborët të nga të folë, zotri, mësë ma nalë mikrofone. Losë regjin që ta nalë ndërprej përfundon